Zonja dhe zotëri, i nderuar shkëlqësia juaj, zoti ambasador. Shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë për të nderuar dhe festuar së bashku promovimin e programit të bursave të Roma Education Fund. Roma Education Fund që prej vitit shkollor, kështu? Okej. Roma Education Fund që prej vitit 2008-2009, vitin shkollor 2008-2009, mundson bursa merite për studentët rom që vazhdojnë studimet në universitetet të njohura dhe të kredituara nga qeveria shqiptare. Dhe ne kemi vënë re që nga viti në vit, kërkesat për bursa janë rritur. Gjithashtu shohim që dhe performanca akademike e studentëve nga viti në vit është duke u rritur. Gjithashtu, edhe numri studentëve të regjistruar në universitete është rritur. Dua të ndaj me ju dhe të them që Roma Education Fund po punon dhe dëshiron të vazhdoj punën e saj për të përmirësuar rezultatet e mësimeve të studentëve rom. Gjithashtu ne po punojmë fort për të përmirësuar aksesin e fëmijëve rom në të gjitha nivelet e arsimit. Dhe kjo po bëhet me programe edukimit të plota dhe të integruara, të cilin ndihmojnë për të pasur shkolla të integruara, për të parandaluar braktisjen shkollore, gjithashtu edhe për të shtyrë fëmijët që në fëmijërinë e tyre që të vegjël dhe familjet rome që të munden të shkojnë dhe të frekuentojnë kopshtet. Dhe në një farë mënyre ne përmirësojmë edukimin e hershëm. Sot kemi të ftuar njerëz të nderuar, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre për të motivuar dhe ndihmuar studentët tanë. Gjatë aktivitetit të sotëm, ne do të kemi fjalë përshëndetëse, gjithashtu do të kemi disa studentë rom do të ndajnë eksperiencat e tyre si dhe vështirësitë që ata kanë hasur për të arritur këtu ku janë dhe për pasur sukses. Gjithashtu, do të kemi dhe 2 pedagogë të nderuar, ndihmës të studentëve rom, të cilët do të ndajnë me ne punën dhe kënaqësinë e tyre punën e tyre me studentët rom. Pa dashur që unë të flas shumë, do doja dhe kam nderin e madh që t'ja jap fjalën shkëlqësisë së tij, zotit ambasador të Zvicrës në Shqipëri, gjithashtu që është dhe antar i bordit të Refit në Budapest, zotit Aleksandër Uitar. Miem Brema, I think it's correct. Dear Vice Rector, dear Marcela, honorable professors, dear students, scholars, and alumni, maybe we have dear parents here, ladies and gentlemen, it is with great pleasure and it's a privilege for me addressing this gala event for the REF, the Roma Education Fund scholars and scholarship recipients here in Tirana. And it is indeed also a privilege for me as a board member of the Roma Education Fund to stand in front of our REF students and scholars. Oh, it's nice to see you. I see faces. When I go to Budapest to a board meeting, I will tell I have met some of those nice young ladies and gentlemen. In step with the decade of Roma inclusion, 2005-2015, targeting housing, education, health and employment, the REF brings together a consortium of international donors and local NGOs in its mission to close the gap in educational outcomes between Roma and non-Roma. In order to achieve this goal, the organization supports policies and programs which provide quality education for Roma. Having reached more than 400,000 beneficiaries directly since its inception,
REF is a successful developer of projects and programs. Those programs have set the stage for positive changes to national education policies, which far too often segregates the Romani students and discourage them from learning. Switzerland, the country I represent as an ambassador here in Albania, has a very long tradition of democracy, integration, and self-determination. Switzerland is also known as a place where every single child has to go to school, starting quite early with kindergarten, preschool, and then you know all the steps. For us in Switzerland, education is one of the cornerstones of our society. And a good education is the basis for being able to make choices for the future. This is one of the reasons why Switzerland is strongly supporting REF, the Roma Education Fund. I am really happy to see so many scholars and alumni of the Roma Memorial University Scholarship Program here today. It's impressive. I am impressed. It shows your will to self-determination and to take your life in your own hands. You, students and scholars, you started and you continued an education which will enable you to make a choice for yourself, your families, and your own future. It shows that you know what you want in the future, that you want to shape your life and to be a positive example for others to follow. And you know that you do not stand alone. Concluding my welcome remarks, I would like to thank you for all of you for being part of this important event. You commit yourself to a noble cause, and you are part of a new generation. By being successful, you show leadership, new leadership, and you serve as an example for others of how to shape the future and your future. Congratulations. I congratulate all of you for your choice, for your strong will to create ways and possibilities for a bright and positive life and future, and for your achievements so far. Continue. Many thanks and best wishes for your personal future, for your ongoing determination, and all the best for a sunny and bright future. Thank you very much. Go ahead. Faleminderit. Shumë faleminderit i nderuar ambasador. Gjithashtu faleminderit që ndath me ne eksperiencën e shtetit zvicerian dhe që ju vlerësoni edukimin si një mjet për të ndryshuar shoqërinë për mirë. Gjithashtu dua të falenderoj qeverinë e Zvicrës për gjithë suportin që po jep studentëve rom për të pasur suksese në performancën e tyre akademike. Faleminderit. Tani prezantimi do të vazhdoj nga zonja Merziha Idrizi, e cila është oficere për bursat tek Roma Education Fund. Hello everyone. So I work as a program officer in Roma Education Fund Scholarships program. I am from Macedonia and I have been also supported by this scholarship program during my BA studies at the time back when I was like a student, same as you. And as a part of my country portfolio, I work with Albania. And I'm pleased to see that in the past 5 to 6 years, the numbers of the Roma students and scholarship beneficiaries has increased.
This is the first time that the Roma Education Fund is organizing such an event when we are providing like publicly honoring of our scholarship beneficiaries in Albania. And I would like to thank to the University of Tirana for hosting us today here. So I'm going to talk a little bit about the scholarship program to give you some insights and to share with you that the main goal of our scholarship program is to contribute to the emergence of a critical mass of intellectual Roma with higher education degrees who will become agents for change in their respective community and their countries. To achieve this goal, we are providing support to Roma students to facilitate their access to higher education and assist their advancement through all stages of higher education and successfully graduate. Roma Education Fund is funded in part by the Open Society Foundation, the Swedish International Development Agency, the Swiss Development Corporation, and the UK Department for International Development. We implement 4 scholarship schemes in 16 countries in Southeastern, Central Europe, Western Balkan, Russia, Ukraine, Moldova, and Turkey. And for the academic year 2013-2014, we receive on average 2,000 applications competing for 1,500 spots for scholarship. Our largest countries are Romania, Bulgaria, Hungary, Macedonia, where, for example, in Romania we have average applications arriving to us 500, and we can only provide 300 scholarships on average. It is understandable to have, like in Romania and Bulgaria, to be the largest countries in our country portfolios, considering that the number of Roma population is high there. So we started to provide scholarships in Albania back in 2008 with only 4 scholars. I'm really proud today to share with you that in the past 5 years, the numbers has increased, like 11 in 2009, 17 in 2010, 36 in 2011, and 37 in 2012. All in all, we have provided 105 scholarship grants to Albania. And our students, meaning you, are also coming from the social science field and law. For the current academic year 2013, we received 74 applications, out of which 65 were eligible and to compete, and only 36 were granted. And it is always painful for us to reject the applicants. However, as I mentioned before, we receive from all countries 2,000 applications who compete for 1,500 spots for scholarships. We very much appreciate the support provided so far by our donors and the one from our most influential donor, the Swiss Development Corporation, and we very much hope that this support will continue in the future. And I would like to personally thank the Swiss Ambassador, Wittwer, for his participation at this event. Last but not least, I would like to share the perspective of REF-OF-U, that we very much believe and rely on your potential to achieve your professional and academic goals, and to make an important impact on the development of our community and your country. We wish you a successful academic year and good luck. Faleminderit Merzia për prezantimin tënd dhe për gjithë punën që Roma Education Fund ka bërë në këto vite për bursat. Unë dua të bëj një njoftim, zoti ambasadori duhet të largohet për pak sepse ka një takim në Ministrinë e Jashtme, por do të vi përsëri, domethënë për të bashkuar me ne. Atëherë, tani dua t'ja jap fjalën zotit zëvendës rektor të Universitetit të Tiranës, Ervin Demo. Fjala për ju. Faleminderit. I nderuar zoti ambasador, të nderuar përfaqësues të Roma Education Fund, të nderuar pjesëmarrës, të dashur student. Së pari unë doja t'ju uroja mirëseardhjen në ambientet e Universitetit të Tiranës dhe ne si universitet, kur na u propozua mundësia për të dhënë një ndihmë sado modeste që atë ishte për organizimin e këtij aktiviteti, e pranuam me kënaqësi më të madhe. Së dyti, unë doja të
falenderoja Roma Education Fund për gjithçka që ata kanë bërë për studentët shqiptarë dhe këtu nuk përjashtoj në mënyrë absolute atë pjesë që normalisht duhet të ketë një vëmendje akoma dhe më të madhe, jo vetëm nga fondacione si ai si përmendur, por gjithashtu nga vetë institucionet që janë brenda realitetit shqiptar. Integrimi i studentëve të cilët vinë nga pjesë të shoqërisë të cilat janë të marginalizuara, duhet të jetë një detyrë e të gjitha institucioneve dhe Universiteti i Tiranës patjetër duhet luajë edhe vetë rolin ose duhet luajë një rol të rëndësishëm në këtë rrugtim. Unë besoj që sfidat janë të mëdha për vetë studentët, për vetë institucionet, por kuptohet që ne të gjithë mund të bëjmë diçka më të mirë nëse bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe nëse të gjithë kemi një objektiv të cilin e ndajmë në mënyrë të sinqertë. Unë do doja gjithashtu të përmendja faktin që në Universitetin e Tiranës vetëm pas pak ditësh në bashkëpunim me Open Society Foundation ne do të targetojmë studentë të cilët vinë nga këto, le themi nga pjesë të marginalizuara të shoqërisë shqiptare, për t'i dhënë mundësi për të marrë pjesë në scholarshipet cilat i dedikohen studentëve për të vazhduar studimet e tyre në universitetet më të mira të Bashkimit Evropian. Dhe këtu do të përmendja 2 nga programet ku Universiteti i Tiranës është partner, siç është ai Join USC, pjesë e Erasmusit, dhe Basileos, gjithashtu është pjesë e Erasmusit. Për Join USC Universiteti i Tiranës ka dhe rolin e ko-koordinatorit, kështu që ne do mundohemi në maksimum që të rrisim sa më shumë prekshmërinë e studentëve që të aplikojnë në këto programe. Target Group 3 është i dedikuar totalisht për ju. Dhe të gjitha ato kuota janë për ju. Kështu që unë do të kërkoja bashkëpunimin tuaj, jo vetëm të merrni pjesë në ato takime që ne do të zhvillojmë, por mbi të gjitha ju këtë informacion t'ia kaloni dhe të gjithë kolegëve tuaj. Në përfundim, duke marrë parasysh që edhe koha e ambasadorit është e limituar, unë do të thosha që integrimi në jetën ose në shoqërinë shqiptare i grupimeve të tilla është një detyrë e cila përveç rëndësisë që ajo ka, unë besoj që tregon një shoqëri shumë më të shëndetshme nga ajo çfarë ne mund të kemi sot. Kështu që unë do të uroja punë të mbarë gjithëve ju, t'ju falenderoja gjithëve për organizimin dhe patjetër do uroja sukses gjithë studentëve që janë këtu sot që vazhdojnë studimet e tyre, por dhe ata që janë alumni një sukses në jetën e tyre profesionale. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti Demo. Faleminderit që keni ardhur dhe që folët këtu me ne, sepse për ne Universiteti i Tiranës është një nga partnerët tanë të rëndësishëm dhe puna jonë nuk do të kishte vlerë nëse ne nuk do kishim një partner kaq të mirë sa që jeni ju. Gjithashtu unë dua të të falenderoj që ndave dhe nismën që ju keni me Fondacionin për një shoqëri të hapur dhe kjo do jetë një mundësi e mirë për studentët rom. Tani do kalojmë në një pjesë tjetër ku dua domethënë sepse sot jemi këtu për studentët dhe gjithë ideja është që ne t'ua japim fjalën studentët për të ndarë me ne eksperiencat tona, vështirësitë që ata kanë pasur për të arritur suksesin e tyre. Dhe doja të ftoja për prezantim 4 studentë të rom, të cilët nuk janë vetëm student, por dhe aktivist shumë të mirë në çështjen rome. E para është Irena Majko, Erion Xhaibra, Jackson Çela dhe Brisilda Taço. Fjala për ju. Aktualisht studente pranë Universitetit Marin Barleti në degëm psikologji viti fundit. Kam kohë që marr pjesë dhe që angazhohem duke dhënë kontributin tim vullnetarisht në çështjen rome, ashtu si shumë studentë të tjerë rom. Të gjithë jemi në dieni se si komuniteti rom, se cilat janë problematikat e tij dhe se si vuajnë nga gjendja ekonomike që nuk i favorizon as pak për të vazhduar shkollën. Personalisht rrjedh nga një familje me 2 prindër të arsimuar, të cilët gjithmonë kanë pasur pritshmëri të larta prej meje. Dhe kjo më ka motivuar që të jap maksimumin tim gjatë viteve të studimit, qoftë në 9 vjeçare ashtu dhe në shkollën e mesme. Por pasi mbarova shkollën e mesme me rezultate të mira, e vetmja mundësi
e vetmja pengesë e cila më penalizonte për të vazhduar shkollën e lartë ishte gjendja ekonomike, të cilës edhe familja ime nuk i shpëtonte dot. Ishte pengesa më e madhe, të cilën e shihja si barierën kryesore për të plotësuar një prej ëndrave të mia dhe të prindërve të mi, të cilët kishin investuar shumë për të më shkolluar dhe për të më çuar deri aty ku isha. Nga disa miq të mi u informova se kishte një program bursash i cili u vinte në ndihmë studentëve rom dhe për të vazhduar universitetin. Nuk urova të aplikoj pasi e shihja si mundësinë e vetme për të më ardhur në ndihmë në atë moment të vështirë dhe fatmirësisht fitova. Për mua ishte viti i tretë që përfitoj nga bursa TREF dhe e shoh si një mundësi shumë të mirë dhe një burim të ardhurash në familjen time. Pasi me të mund të mbuloj disa shpenzime të shkollës dhe kështu nuk e ngarkoj më shumë familjen time. Shoh të rinj rom të cilët aplikojnë çdo vit dhe më vjen shumë mirë, pasi nëpërmjet shkollimit komuniteti ynë do thyej barierat, paragjykimet, diskriminimin të cilën ka kohë që i ndjekin. Kështu them të gjithë të rinjve rom të cilët kanë dëshirë të vazhdojnë shkollën, të kushtojnë vëmendje arsimit, pasi ne jemi brezi i ndryshimit dhe kjo do të ndihmojë për të krijuar një mendësi tjetër për komunitetin rom. Mos neglizhoni asnjë mundësi që u jepet. Faleminderit të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje i nderuar ambasador, zoti zëvendës rektor dhe së pari, unë quhem Erion Xhaibra, vi nga Durrësi, jam student në master për shërbime sociale dhe komunitare. Faktikisht doja të ndaja një pjesë të historisë time se si Roma Education Fund ka qenë një motivuese dhe ka qenë goxha e rëndësishme në jetën time për të vazhduar dhe për të ecur përpara. Kam qenë student në Universitetin Evropian të Tiranës. Fund të vit kam qenë dhe jam një nga bursistët e parë të Roma Education Fund, që në vitin 2008 dhe ky është viti 5 që aplikoj. Në fund të vitit të parë në studimet bachelor, mundësia ime për të vazhduar studimet këtu në Tiranë kanë qenë shumë e vështirë dhe pothuajse e pamundur, deri në një moment që kam dashur ta braktisja shkollën sepse ka qenë një periudhë ku ngritën që gjitha çmimet, rruga vajti ardhe për ditë Durrës Tiranë, për mua ka qenë shumë e lodhshme dhe shumë e vështirë. Por në një moment marr një telefonat që ishte viti i parë që Roma Education Fund ishte futur në Shqipëri. Marr një telefonat që ju jeni një nga fituesit e bursës të Roma Education Fund dhe për mua ka qenë, po them, mrekulli sepse unë vetë shkoj, po them, jam pjesë e një kishe ungjillore dhe po në atë kohë thoja që me të vërtet Zoti dëgjoi lutjet e mia. Ndërkohë që në vazhdimsi përsëri dhe me të vërtet unë dua të falenderoj Roma Education Fund për këtë pjesë. Në vazhdimsi të studimeve, po them, në master, kuota apo tarifa për të paguar lekët në universitet ka qenë goxha e lartë dhe përsëri për mua ka qenë e pamundur që të vazhdoja këtë pjesë. Por përsëri në këtë pjesë Roma Education Fund ka qenë ajo gjëja që ka qenë motivuese dhe më ka shtyrë për të ecur më tej dhe për të dalë dhe me rezultate goxha të mira. Në fund të vitit të parë në master, mu dha mundësia që të aplikoja në drejtorinë arsimore të qarku Durrës dhe për të qenë pjesë e shanseve dyta, një program i bërë nga Ministria e Arsimit dhe për të qenë mësues i disa fëmijëve që në shkollën vjeçare në zonën e Shtullës. Në këtë pjesë kanë qenë dhe disa fëmijë rom që me të vërtet ka qenë goxha motivim për ata për të ndjekur dhe për të vazhduar këtë mundësi. Në këtë periudhë në zonën ku unë banoj, po them, moshatarët e mi janë që gjithë me 0 klasë, edhe moshatarët e mi vinin thonin, Erion, a ka mundësi që edhe unë të bëhem pjesë
e shanseve dyta apo jo, me fjalë. Edhe për këtë vit, nuk e di në qoftë se do jem përsëri pjesë e këtij projekti, por që unë kam aplikuar për të qenë pjesë e këtij projekti. Kështu që më duhet të falenderoj përsëri Roma Education Fund për mundësinë dhe motivimin që jep që di studentëve rom dhe egjiptian, edhe shumë personave tjerë që pothuajse kanë mundësinë zero për të vazhduar arsimin. Roma Education Fund është me të vërtet një mundësi për gjithë ne që për të ecur përpara në jetë. Kështu që ajo që bëj një thirrje që di studentëve që me të vërtet le të kapen fort mbas arsimit, sepse është e vetmja mundësi që komuniteti jonë të eci përpara dhe vetmja mundësi që komuniteti jonë të jetë i barabartë me gjithë shoqërinë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje përfaqësuesit e Roma Education Fund, përshëndetje zënës rektor Universitetit të Tiranës. Quhem Jackson Qela, shumica për jush më njohin, madje 99.9% në këtë auditor më njohin, sepse jemi miq dhe shok. Atëherë unë do bëj një prezantim timin, edhe do t'rregoj një pjesë të rrugtimit tim që ndodhem deri këtu. Përsëris prapë quhem Jackson Qela, kam kryer studimet e larta në Fakultetin Juridik Dega Drejtësi. Dëgjojmë? Kam kryer studimet e larta në Fakultetin Juridik Dega Drejtësi në një universitet privat. Në fillim me programin e Roma Education Fund jam njohur në 2010-ën, isha një gjimnazist apo përfundoja provimet e maturës. Një mikesh më prezantoi me këtë program edhe më duk një mundësi shumë e mirë. Por ajo çka kishte më shumë rëndësi për mua ishte impakti dhe frymëzimi apo mbështetja që më ka ofruar Roma Education Fund. Pasi nuk e kam parë thjesht si një vlerë monetare, si një ndihmë financiare për të vazhduar studimet e larta, por si një formë stërvitjeje. Pra, ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin tim të mëtejshëm akademik. Duke pasur se Roma Education Fund aktualisht bazohet tek meritat e studentëve, pra studentët të cilët kanë rezultate të mira dhe një performancë të mirë akademike, por dhe ekstrakurrikulare, mund të jenë përfitues. Këtë gjë kanë shfrytzuar më së miri për të arritur disa objektiva. Para se të njihesha me programin Roma Education Fund, njiha shumë pak komunitetin në Rom, madje isha nga ato studentët të Rom të cilët nuk e njihja mirë gjuhën rome, nuk isha një marrëdhënie dhe një raport shumë të afërt me komunitetin në Rom. Pasi nuk isha mundësi njohje që të bëhesha pjesë, më pas me angazhimin tek programi bursave Roma Education Fund, arrita që përveç se stërvitesha fizikisht 2010-ën, sepse ishin plotësimi manual i formularit, arrita gjithashtu që të plotësoja kriteret, pra përveç se një ndihmë financiare, më ndihmoi dhe të rritesha akademikisht. Pra më deshet të plotësoja kriteret, sidomos performancën akademike, pasi unë vi nga një gjimnaz edhe me një mesatare jo shumë të mirë. Edhe kjo më ka shërbyer si një motiv shtesë për të pasur arritje akademike të mira. Përveç kësaj, Roma Education Fund më krijoi mundësinë të merrja pjesë dhe të bëhesha një aktivist rom për çështje të rome, gjithmonë duke më shtyrë pozitivisht. Ajo çka kam përfituar tjetër nga Roma Education Fund nuk është thjesht vazhdimi i studimeve të larta dhe përfitimi i një diplome, por veçanërisht stërvitja dhe zhvillimi dhe performanca akademike. Pasi vit pas viti më desh që të gjithë na u desh të bëni mese, të shkruani mese, dhe kjo ka ndikuar shumë mirë për të marrë dhe një uri rreth shkrimit të një eseje. Ka ndikuar pozitivisht edhe në hulumtime. Na u desh të hulumtonim të gjithë në mënyrë që të njiheshim më shumë rreth çështjeve rome, plus që na u desh të gjithëve të merrni pjesë në për aktivitete, sepse në fillim mund të kemi hyrë pak jo me shumë dëshirë. Unë vetë personalisht
deri në 2009 nuk e kam pas deklaruar veten në Rom, por më pas deklarova Rom edhe vazhdova rrugtimin tim deri këtu ku jam. Është hera ime 4 që aplikoj për bursa të rreth, edhe kam mundur të fitoj falë edhe aftësive, për falë edhe impaktit që më ka ofruar Roma Education Fund, programi Roma Education Fund. Gjithashtu dua të falenderoj këtë program për mundësinë që jep gjithë studentëve që të mund të aplikojnë, edhe është një thirrje shumë i mirë sepse duke pasur një mbështetje shumë të mirë financiare, një mbështetje shumë të mirë akademike, mundësitë pafunda, i krijon mundësinë që studentët të mos aplikojnë thjesht për të pasur një diplomë, por për të qenë nesër kontribues të denj të kësaj shoqërie. Në radhë të parë duke kontribuar për veten e tyre, sepse do t'i duhet të ekspozojnë një shembull pozitiv për komunitetin për komunitetin në gjërësi, por edhe duke kontribuar për komunitetin në Rom, duke u gjendur si një mbështetje për ta, mandej për të vijuar një mbështetje për shoqërinë në tërësi. Gjithashtu, Roma Education Fund i ngranon studentët të Rom, të cilët të mund të vijnë studimet, të mund të kenë një performancë të mirë akademike, në mënyrë që të aplikojnë për studime master edhe jashtë vendit, siç janë programet të tjera që ofron Fondacioni Soros apo dhe organizata të tjera. Studimi jashtë mund përmend këtu CEON në Budapest apo dhe American University of Bulgaria, të cilat ofrojnë mundësi shumë të mira dhe i bëjnë një thirrje gjithë studentëve që aplikimin për bursa të rreth ta marrin vërtet shumë seriozisht, sepse i duhet që të mbledhin pikë, i duhet që të kenë një performancë të mirë për të aplikuar në programet e mëtejshme, brenda ose jashtë vendit. Duke ju falenderuar përzemërsisht, ju uroj shumë suksese të gjithëve. Faleminderit. Mi shto ale empenjale hem prallale, me isto në Brusila Këtaço, Katrej Tirana. Shpresoj të më kenë kuptuar Romët, se ishte standard Rome. Përshëndetje zoti rektor, zoti Demo, përshëndetje zonja Idrizi, përshëndetje pedagog, përshëndetje motra dhe vëllezër. Ju them motra dhe vëllezër sepse në jetën tonë të përditshme ne shihemi çdo ditë në aktivitetet që ne bëjmë. Unë jam Brisilda Taço. Jam aktiviste Rome, kam që merrem me çështjen Rome prej shumë vitesh, fatkeqësisht nuk po e mbaj mend tani, sepse nga prezantimet e kolegëve të mëparshëm më emocionuan aq shumë, sa sinqerisht harrova se ç'do thoja. Gjithsesi, unë kam përfunduar universitetin, nivelin e parë bachelor për marrëdhënie publike komunikim në Universitetin Evropian të Tiranës. Jam përfituese e bursës REF prej gati 2 vjetësh. Bursën REF e kam parë si një mundësi shumë të mirë gjatë asaj periudhe për t'u aktivizuar qoftë edhe me aktivitetet me komunitetin rom, por qoftë edhe për vazhdimsinë time në universitet. Sinqerisht atë periudhë unë kisha shumë vështirësi ekonomike dhe por i them si që mendoja shpesh ta braktisja universitetin, por shumë persona nga student, por dhe të afërm, në momenti kur ne kemi dëgjuar për bursat REF, më thanë që është një mundësi shumë e mirë, ku ti mund të aplikosh dhe mund të kesh mundësinë për të vazhduar universitetin. 2 vitet e mia të përfituarit bursën REF më ndihmuan shumë dhe më pas, duke u aktivizuar më shumë me çështjen rome, e pash veten të përfshirë në shumë aktivitete. Duke i qenë e aktivizuar, normalisht aktivitetet me komunitetin rom të japin një mundësi për të njohur dhe për të përfshirë në aktivitete të ndryshme, dhe në vitin e tretë, unë nuk e pash më të nevojshme të aplikoja për bursën REF. Arsyeja ishte sepse gjatë aktiviteteve me komunitetin rom dhe me të rinjt rom, pash shumë student të mirë nga shumë qytete të ndryshme. Dhe kjo më bëri të shija që me të vërtet studentët rom dhe jo rom, nga komuniteti egjiptian,
e shikonin bursën e REF si një mundësi e mirë për të arsimuar dhe për të integruar në shoqërinë shqiptare. Dhe unë bëra një bisedë me vetveten dhe thash, Brisil, ti jeton në Tiranë, ti ke mundësi të përfshihesh me aktivitetet, ti ke mundësi të punosh, ti jeton në një vend ku do kesh hapësira për çfarëdo lloj pune, ndërsa studentët tjerë nga rrethet tjera nuk ta kenë këtë mundësi. Kjo ishte dhe arsyeja pse unë nga viti 2009 deri më tani nuk kam aplikuar më për bursën e REF, sepse unë, Erioni dhe shumë studentët tjerë kemi qenë pothuajse 4-5 në vitet e para, ndërsa tani shoh shumë dhe kjo është me të vërtet një kënaqësi e madhe të shoh student të cilët janë me rezultate shumë të mira dhe të cilët e përfitojnë këtë bursë. Gjithashtu, dua të përmend që shumica prej studentëve të cilët e përfitojnë bursën REF janë dhe aktivistë shumë të mirë të çështjes rome. Edhe ata fatkeqësi që nuk e kanë përfituar janë shumë të mirë, aktivistë shumë të mirë. Madje unë sot dua të përmend edhe një aktivitet që organizuam, një protest për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit rom, për dëbimet forcërisht të cilët po organizohen dhe po bëhen në të gjithë Europën këto vitet e fundit. Në fakt, prezenca nuk ishte shumë e madhe, do doja që të gjithë studentët të cilët kanë përfituar bursën të ishin të pranishëm aty, por mendoj se keni qenë të zënë, kështu që gjithsesi uroj që studentët, bursistët rom, por dhe ata që nuk e kanë fituar për shkak të arsyeve që shumë i din, do doja të përfshiheshin dhe ta mirëni seriozisht çështjen e aplikimit me bursën REF. Unë mendoj se duke u përfshirë me aktivitetet rome dhe duke qenë një aktivist, duke mbrojtur çështjen të cilët ju po integroni dhe ju përkisni, do ndihmoni shumë komunitetin tuaj. Mendoj gjithashtu që shumë prej jush në të ardhme do të keni pozicione në vende ku do përfaqësoni komunitetin tuaj denjësisht. Nuk dua të lë pa përmendur, unë e përmend edhe pak më parë që në aktivitetet tona ne kemi edhe student dhe aktivistë të mirë, por dhe nga fushat të ndryshme, si për shembull nga fusha e sportit. Unë dua të përmend një djalë shumë të mirë, shumë aktiv, Marius Malko, mundës, ka fituar shumë çmime kombëtare, nga viti 2011 deri më tani mbi 10 çmime. Sinqerisht dua ta falenderoj për aktivizmin e tij dhe për prezencën e tij që është i pranishëm. Marius është aty, është nga një shtulla. Gjithashtu ne kemi aktivistë të tjerë rom dhe studentë të cilët janë në fusha të ndryshme dhe jam shumë e lumtur që shoh të rinë rom dhe egjiptian të cilët janë përfitues të bursave. Ju uroj shumë suksese. Nice to menge, prallale hem penjale, o deve të datu mendel, bakhtalu të marodrom, hen oven sa ste hem bakhtale. I was telling that I'm very happy that they are all here and I wish them all the best in the world and to be proud of being Roma, because we are Roma. Thank you. Kam bërë që të përmirësosh notat dhe sot të afrohesh në çështjen rome si aktivist. Na vjen mirë, Brisilda, që sot të REF të shikon si një aktiviste të zonjën dhe shembull për të gjithë të rinjt. REF ndihet krenar që ju ka ndihmuar ju të vazhdoni studimet tuaja dhe të jeni të suksesshëm. Dhe ne duam t'ju falenderojmë që besuat tek arsimi për të përmirësuar jetën tuaj dhe kjo është një rrugë e mirë. Do ta shihni. Vazhdojmë agjendën tonë. Tani kam nderin që të kem 2 mbështetës të studentëve rom, zotin Erion Kristo, i cili është aktivist i shoqërisë civile, lektor në Universitetin Marin Barleti dhe përgjegjës i Unionit Studentor, si gjithashtu dhe drejtues i emisionit Bardhëzi në televizionin Klan. Gjithashtu, zotin Blendi Ceka, i cili vjen nga Akademia dhe Shoqëria Civile, është lektor në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës, aktivist gjithashtu i shoqërisë civile, ka qenë lektor në Akademinë Politike
e cila është organizuar nga Fondacioni për një shoqëri të hapur Soros. Fjala për ju. Gjithve. Përshëndetje zonjë që përfaqëson Roma Education Fund. Së pari duhet të falenderoj përfaqësuesit e Roma Education Fund për ftesën e bërë dhe mundësinë e dhënë që të bëjë një përshëndetje në këtë aktivitet, që synon promovimin e bursave për studentët rom. Në këtë fjalë përshëndetëse, unë personalisht dëshiroj të drejtohem gjithë studentëve rom që kanë përfituar nga kjo bursë, që janë nesër ndoshta aplikantë dhe potencial për të fituar nga kjo bursë, por dhe studentët e tjerë rom, pavarësisht se ndoshta nuk janë shumë prezente sot, që janë studentë dhe që studiojnë në universitetet shqiptare, publike ose jo. Unë ju uroj të gjithëve suksese në rrugën e gjatë dhe të pandërpret dijes. Ky është një rrugtim i vështirë, sfidues, për gjithë secilin nga ju që kërkon përpjekje, vullnet dhe përkushtim të pandërprer. Duke lënë më një anë çështjen e studimit, unë besoj se suksesi juaj në rrugën e dijes nuk duhet mbetet vetëm një arritje individuale për secilin nga ju, por shumë më tepër se kaq, suksesi juaj në rrugën e dijes do të thotë më shumë kapacitete për komunitetin ku ju bëni pjesë, do të thotë më shumë modele pozitive për të ndjekur nga të rinj të tjerë të këtij komuniteti, dhe do të thotë më shumë zëra të artikuluar mjedisin publik, më shumë përfaqësim dinjitoz në çfarëdo lloji sfere të jetës. Dashur student të komunitetit rom, përfitues ose jo të Roma Education Fund. Para 10 vitesh, nëse lexoje raportet e ndryshme të organizatave lokale ose ndërkombëtare, po dhe të institucioneve shqiptare, mbi situatën edhe gjendjen e komunitetit rom në Shqipëri, ndër tjera ishte i dukshëm theksi që vijnë to tek mungesa e kapaciteteve dhe shpesh edhe tek mungesa e modeleve pozitive që buronin së brendshmi nga ky komunitet. Sot pas 10 vjetësh, situata kam përshtypjen se paraqitet më ndryshe, kapacitetet njerëzore janë shtuar ndjeshëm, dhe këtë fakt evidenton disi dhe në institucione publike, por edhe në organizata lokale dhe ndërkombëtare, po ashtu dhe modelet pozitive që burojnë nga komuniteti ose komunitetet e rome në Shqipëri, dhe të nismave nga këto komunitete janë prezente sot dhe nuk mungojnë. Por, pavarësisht nga kapacitetet apo modelet e përmirësuara, ajo që nuk ka ndryshuar sipas mendimit tim, janë kushtet, sfidat e panumërta, lufta për mbijetesë, aksesi shumë i kufizuar në arsim, shëndetësi, shërbime, politika publike, përjashtim sistematik në përfaqësim, që karakterizon çdo komunitet rom në gjithë Shqipërinë. Pra edhe pse janë përmirësuar kapacitetet dhe modelet deri diku, situata jo domosdoshmërisht edhe gjendja ka ndryshuar. Rritja e kapaciteteve dhe modeleve pozitive, ashtu siç tregojnë dhe eksperiencat e grupimeve të tjera të ngjashme, jo domosdoshmërisht vërtetojnë fuqizimin real të komuniteteve ose komunitetit rom. Dhe aksesin e njëjtë me majorancën në gjithë sistemin. Por, shpesh, pikërisht rritja e kapaciteteve dhe modeleve pozitive mund përdoren si justifikime shumë të mira për mungesën e fuqizimit real të këtyre komuniteteve. Dhe kjo, pak në sipas meje, është sfida juaj e parë, që me kapacitetet apo modelet që ofroni, të kontriboni për fuqizimin e komunitetit tuaj, bazuar në tregues konkret. Dhe të mos mjaftoheni që të përdoreni thjesht si disa shifra më shumë në tryeza seminarash apo konferencash. Kjo është sfida juaj e parë, që të mos lejoni që të trajtoheni nga të tjerët, apo dhe vetë trajtoheni si raste të jashtëzakonshme suksesi, por suksesi juaj duhet të jetë suksesi i çdo triu rom. Që ky sukses mos jetë privilegj disave, por mundësi për potencialet e çdo triu. Për këto kapacitete dhe modele ka nevojë, kanë përshtypjen komuniteti juaj, por jo vetëm. Ka nevojë gjithë shoqëria shqiptare.
Sfida juaj e dytë, paktën sipas meje, si kapacitete dhe modele pozitive të nesërmës, lidhet drejt për drejt me qëndrimin tuaj ndaj tërësisë strategjive dhe politikave aktuale apo ato që do zhvillohen nesër për Romët dhe rreth Romëve në Shqipëri. Deri më tash eksperienca ka treguar që këto lloj politikash dhe strategji janë hartuar dhe përpiluar shumë larg nga komunitetet dhe nga situata reale e tyre, pa i njohur ato dhe në kushtet në të cilat jetojnë. Këto strategji dhe politika janë shpesh të pazbatueshme, edhe pse shkruara mirë në dokumenta, apo ku përfituesit e këtyre politikave, që duhet jenë vetë Romët, janë përjashtuar nga vetë kriteret që përdorin ato, pra vetë politikët. Kjo distancë me komunitetet, unë kam përshtypjen dhe me jetën reale dhe me aty ku ekzistojnë problematikat reale të komuniteteve rome, nuk mbushet, as përmbushet, as me workshope, as seminare, as konferenca pafund. Dhe sfida juaj në këtë kontekst është pikërisht plotësoni këtë hendek. Ti jeni pranë këtyre komuniteteve dhe kapacitetet tuaja t'i ofroni për ta, që së bashku të keni një zët plot dhe të vërtet në çdo vendimarrje politike që hartohet apo duhet zbatuar për Romët. Kjo do të thotë që secili prej jush nesër sot ka dy rrugë, ose të legjitimojë hendekun ekzistues duke riprodhuar diskurs përfshirës në formë, por tërësisht përjashtues me përmbajtje, strategji apo politika jo funksionale, ose nga ana tjetër të bëheni pjesë e proceseve politike, sociale, gjithëpërfshirëse, që forcën dhe legitimitetin e gjejnë tek vetë komuniteti, për komunitetin dhe bashkë me komunitetin. Momenti tretë që unë dua të diskutoj sot, lidhet me maxhorancën. Maxhoranca edhe sot, të paktën sipas meje, edhe pse ka shumë informacion lidhur me komunitetin rom, vazhdo të mbetet shumë pak e informuar për këtë komunitet, kulturën, identitetin, simbolet, historinë, kushtet e jetesës dhe vështirësitë e përditshme, të gjitha niveleve. Mungesa e informacionit nga pikpamja e maxhorancës kombinohet në mënyrë të drejtë për drejtë apo dhe latente të fshehtë me një sër stereotipesh paragjykimesh të cilat jo vetëm që nuk ndihmojnë njohje më të mirë, por përdorin mosnjohjen si justifikim për ekzistencën e tyre. Kuadri ligjor i përmirësuar, politikat, strategjitë diskriminuese pozitive, sigurisht që kanë vlerë dhe janë zhvillime të mirëpritura në realitetin e Romëve sot, por ato janë të pamjaftueshme nëse nuk kombinohen me informimin, edukimin dhe emancipimin e vetë maxhorancës. Dhe kjo është sfida juaj sipas meje e tretë, që me modelin tuaj si qytetar, aktivist, profesionist mirë nesër, kontribuoni në arritjen e këtij kombinimi. Pra në sens të emanciponi dhe të edukoni dhe të informoni dhe maxhorancën. Këto janë modele pozitive që kanë përshtypjen nevojë Romët sot, dhe ju keni gjithë potencialin për të përmbushur këtë pritshmëri, por jo vetëm për komunitetin tuaj, por për gjithë shoqërinë shqiptare. Edhe një herë, unë uroj shumë urime në rrugën tuaj dijes dhe shpresoj shumë që me potencialin tuaj ju do kontribuoni spari për komunitetin tuaj dhe më pas për gjithë shoqërinë. Faleminderit shumë. Dëgjot? Unë jam Erion Kristo. Zakonisht kur them emrin unë ka gjithmonë duar trokitje dhe ovacione, po se duket fansat e mi janë më pak këtu në këtë sallë. E kam bërë kastile se kam shumë student këtu. Unë jam rritur me një vëlla të komunitetit egjiptian, kemi qenë vërsnik, jemi rritur bashkë. Ata banonin në katë parë, gjithmonë komuniteti rom ose egjiptian banon në katë parë, katë 5 banonin punëtorët, në katë 4 banonin drejtorët, katë 3 ishin komunistët, po megjithatë ne kemi pasur një familje shumë të bukur, sepse kemi qenë gjithmonë bashkë. Pastaj kur ishte viti 1990, edhe unë isha student, ishte një rom
ngjitur me mua që ishte piktor dhe që më mësoi se ç'ishte arti impresionist. Ne shikonim literaturë të ndaluar, pa u rënë regjimi akoma. Jam njohur me gjithë impresionistët, me Renoirin, me Matissin, me gjithë këto, edhe ai më linte edhe Chelsea në dhomës mua. Edhe unë dhe ai shikoja fshehurazit e dhomës atij. Kjo për të treguar që romët e njohin artin para të tjerëve, para se të bjerë muri. Pastaj u rita, u bëra profesor. Kam patur shumë student rom, Universiteti Marin Barleti, ku unë kam dhënë kontributin tim si pedagog, e ka patur pak fiksim që të ketë gjithmonë ndonjë përfaqësues, edhe këtu ka edhe të tillë. Madje ndonjë edhe kam ndihmuar, i kam plotësuar edhe ndonjë kështu deklarat, po s'po tregoj se çka kam bërë. Pastaj fillova emisionin televiziv, që e Bardhazi, kam bërë disa emisione televizive për romët. Jo për ndonjë fiksim të veçantë, po gjithmonë mendoj se u ka takuar vendi. Pastaj kam njohur shumë rom aty dhe Brizildën që se kam mendje në këtë moment. Edhe që më kanë mësuar shumë gjëra për romët, edhe që kam mësuar dhe shumë mënyra se si të bëj protesta, edhe më duket se u ka hyrë protesta në qef. Ai shumë u ka hyrë në qef sa doni ta bëni dhe kundër francezëve. Prandaj se erdha sot ju tradhtova, se s'ma mbajti sot. Fakt tash ka dalë nami si protestues, tash mos të ma vënde francezët emrin në listë. Jo, në fakt ishte një protestë tjetër paralele. E thash ka stile punën e protestës sepse sot ishte protesta kundër armëve kimike. Dhe kishte shumë pak njerëz, si gjithmonë, ishin po të njëjtët njerëz që dalin përgjithsisht. Dhe po i them një sekret, protestat e komunitetit rom vazhdojnë të jenë më të bukura protesta që janë bërë ndonjëherë në Tiranë. Është sekret. E kam shkruar vetëm në një gazetë këtë. Sepse kanë qenë të bukura, sepse kanë qenë shumë civile, kanë qenë shumë të organizuara, kanë qenë shumë pastra, shumë drejta, shumë normative. Ndërkohë sot ishte çik rëmuj aty me Sazanin, ti më kupton. Ishte çik rëmuj sot, u përdor çik dhe politikisht në një mënyrë, po s'ka ndonjë problem. Protestat janë gjithmonë të mira. Edhe nga ana ime ju këshilloj që ndonjëherë ta përdorni këtë armë, që është një armë shumë e mirë. Ju metodologjinë e keni shumë të mirë, s'keni nevojë për metodë tani. Por duke vazhduar edhe ato sugjerime që tha kolegu im, Bledi, unë sugjeroj që ju të dilni përtej komunitetit, të dilni përtej nevojave të komunitetit, të dilni përtej të qenit në një cep. Pse? Sepse unë jam i bindur dhe gjithmonë mbështetjen e kam dhënë për komunitetin tuaj, sepse them gjithmonë, jeni komunitet i bukur, dhe me fjalën të bukur, nuk them që jeni mise, që pa diskutim që jeni, e keni mistera plot, po them jeni komunitet i bukur në shpirt, sepse jeni original, sepse jeni të veçantë, sepse keni mesazh, sepse keni gjak, sepse keni çdo gjë që duhet për të qenë në maj. I keni të gjitha këto mundësi. Dhe mos e trajtoni veten siç tha me Drejbledi, gjithmonë si të keq trajtuar, si të lënë me njan, si të harruar, si të në përkëmbur, ndërkohë që ju mund të jepni kësaj shoqërie që kemi sot, asaj që Bledi e quajti mazhoranca, mund të jepni leksione, ju mund të jepni modele, ju mund t'i tregoni se si të mbaj qëndrime, sepse më besoni, ca gjëra nuk i di kjo mazhorancë, nuk i di. Para ca kohësh bëra dhe një shkrim, u inatosa shumë në atë periudhë, ndoshta mund të jem i vetmi përfaqësues i mazhorancës që kanë dhënë flamurin rom në faqen e vet Facebookut, e kam bërë mirë për këtë. E pra, është i bukur, se më pëlqen se është i bukur, jo se është rom, po se është i bukur. Dhe bëra një shkrim, thosha vendi Nën Terezës urren romët. Filluan të bëvërtisin, të shanin e të bënin, po nuk e kuptonin që vërtet kanë një urrëtie ndaj romëve, e cila nuk shprehet në ndonjë dhunë të shfaqur, si mund të ketë edhe në vende të tjera, por thuhet kështu që të zgjidhim njerë hallet tona, romët janë në fund. Nise, unë në mendësinë time kjo nuk ka kuptim, po shumë njerëz e shprehin këtë. Atëherë këtyre njerëzve duhet treguar që romët nuk janë në fund, por janë të parët. Këta janë në fund, dhe këta do t'i lërë shoqëria shumë brapa me këtë mendësi që kanë, që nuk janë të hapur dhe solidar. Dhe po ta shikoni dhe sot në sallë. Nuk ka një solidaritet, prap romët janë minorancë. Gjithmonë një minorancë e bukur, por prap minorancë.
Pra, ata që janë rreth jush mungojnë në solidaritet për ju, por ju mund të bëni të kundërtën, mund të tregoni ju solidar për ta. E mund të lini pak mbrapsht ata. Unë nuk kam shumë këshilla për t'ju dhënë, ju them vetëm kaq, mësoni shumë. Ti po nuk mësove shumë, do kesh probleme me mua. Mësoni, dilni dhe jashtë shtetit, mësoni dhe anglisht shumë, sepse ky vend sado që i ka mundësitë e kufizuara, nuk ju jep dot shumë, ju keni nevojë të merrni shumë, tregoni solidar me njëri tjetrin siç jeni treguar dhe tani, po edhe shumë më tepër se aq. Mendoj janë me 10 mijë rom, me 10 mijë rom janë një parti gjigande. Mos prap dalte Blendi që të dalim në ky takim edhe me një mesazh. Mos u përdorni për punë shifrash, për punë fushatash, për punë votash, ku ju gënjen me një zyrë, ju gënjen me disa gjëra që nuk kanë vlerë. Besoni te njëri tjetri, besoni shumë. Besoni shumë te mos e shikoni shtrëmbër njëri tjetrin. Sepse kjo mënyrë se si do shihni njëri tjetrin do reflektohet edhe te mënyra se si do i shohin tjerët. Do ken zili ndaj jush. Do ken zilime të vërtet ndaj jush. Sot mbase se kuptoni këtë që po them, se ndoshta jeni të trysnuar, jeni të mërzitur, jeni të patrajtuar ashtu siç duhet, po më besoni do vi një ditë ku të gjithë do t'i shohin me zili. Dhe disa nga ju këtu i shohin me zili sepse unë e di këtë. Bëuni të mirë me njëri tjetrin. Më falni dhe mua të gjitha mëkatet që jam duke bërë tani. Dhe mos harroni që ka qenë një kohë në botë ku njerëzit nuk kanë pasur as Facebook as internet, po kanë qenë më të shumt në numër në protestat, në ankesat, në qëndrimet e tyre, sesa sot që për 5 minuta në Facebook, këto Jacksonin e gjithi kam në Facebook edhe gjithmonë komunikoj me ta, madje edhe me shumë nga ju, nuk e di tani, mund të ketë edhe që janë fansat e mi dhe s'ma kanë thënë akoma. Po, mendoni kaq që një fjalë goje është më e rëndësishme se sa një like në Facebook. Prandaj bëuni më të gjallë. Është esenciale që t'jeni më të gjallë. Ndonjëherë na kap një apati, është si lloj gripi, është si viroz që qarkullon në të gjithë shoqërinë tonë. Dhe prandaj u përpoqja që në ato fjalë që thosha ti përmbahesha asaj që tha Blendi, që të jemi në një moment të dytë, në një moment të tretë, jo thjesht duke falënderuar një fond, por duke i kthyer këtij fondi diçka. Atë një kthim mbrapsht të kontributit. Një kthim mbrapsht jo vetëm fondit, po një kthim mbrapsht shoqërisë, një kthim mbrapsht në model, në arritje, në cilësi, në atë që përmendet për kolegun tuaj, për Majkon që është sportist i mirë, që mund të ketë shumë të tjerë, po aq të mirë që ka nevojë të inkurajohen, të nxiten, të mbështeten. Dhe duke mbështetur dhe njëri tjetrin kur nuk ju mbështesin të tjerët, është shumë e kollajt. Mendoni shprehjen tonë të vjetër popullore që njëra dorë lan tjetrën. Të dyja bashkë lajnë fytyrën. Mendoni çfarë arritje mund të bëni po t'jeni të gjithë bashkë. Për aq sa di ky është gjëja më e mençur që mund të them. Ju falenderoj edhe më falni që e zgjata pak, po nga gëzimi që jam me ju. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti Ceka, shumë faleminderit zoti Kristo për prezantimet tuaja. Është e drejtë që çdo njeri edukuar është një kontribut për shoqërinë, por të rinj të ronë të edukuar do jenë kapacitet për shoqërinë shqiptare, kjo është e sigurt, por janë dhe modele të mira për komunitetet ku ato janë. Si të thuash janë edhe një stimul për të tjerë për të vazhduar shkollën dhe për të kontribuar. Këta të rinj, unë jam e sigurt domethënë që me pjesëmarrjen e tyre do të dinë të emancipojnë mazhorancën. Dhe unë ndaj të njëjtin besim me ju që të gjithë këta do jenë të denjë për të ndryshuar mazhorancën. Jo vetëm sepse ne jemi një komunitet i bukur, por sepse ka ardhur aty ku s'mban më, domethënë, duhet patjetër të reagojmë, ndryshe është keq puna. Atëherë, fjala e llafeve mbaroi. Do t'ju ftoja të gjithë ju, studentët, të kishim një foto të përbashkët,
Dhe pastaj kemi, si të thua, shëmbëlsira në fund, do kemi një grup muzikor rom, i cili do na kënaqë me muzikë dhe që uroj që ta shijoni. Dua të theksoj edhe një gjë që mos ta haroj, antarët e këtij grupi muzikor kanë qenë dhe janë përfitues të bursës rome dhe ne ndihemi